E filloj me emrin e Allahut të Madhreshëm, e përshëndesim këto momente njeriu më të mirë që ka shkel këtë botë, Muhamedin a.s., familjen e tij, shokët e tij, gjithë njerëzit e mirë të kësaj bote, veçanërisht e lutim Allahun e Madhreshëm që të na bekoj gjithë neve në këtë konak, në këtë shtëpi të Zotit këtu, dhe gjithë ata që ndajmë prej kohës tyre të shrajti për cilin fjalimet tona, shkon një falënderim i veçantë. Kur flasim për njeriu në këtë botë, flasim për të mirën, për të keqen, flasim për sprovën në këtë botë, patjetër duhet i kemi disa elemente të rëndësishme parasysh. E para prej tyre është se Allahu i Madhreshëm, qysh në vullnetin e tij fillestar, ka dashur që kjo botë me qenë një botë sprove, një arenë sprove, ku njerëzit kanë mu testu secili kush prej tyre më vepër mirë, siç thot Allahu i Madhreshëm në Kur'an. Faktikisht, kur themi ne se jeta e kësaj bote është sprovë, atëherë detyrimisht në kuadër saj duhet ta kuptojmë se në këtë botë ekziston e mira dhe e keqja. Sepse për të realizuar sprova, njeriu duhet të ketë alternativën e të mirës dhe alternativën e të keqes. Përndryshe, ti nuk arrin dot ta kuptosh një njeri a është i mirë apo është i keq, pa i dhona ti mundësi, pa i dhona ti liri dhe pa i ofrua ti alternativa. Ndryshe, sikur në këtë botë të ishte veç një alternativë, veç e mira të ekziston në këtë botë, nuk do të realizohej, si me thona, ai skenari i sprovës, sepse ne që do të bënim mirë, nuk do ta dinim apo bëjmë mirë nga imponimi, se s'kemi alternativë tjetër, apo se po bëjmë mirë se jemi të bindur që duhet të bëjmë mirë. Pra, e keqja dhe mira është pjesë, si me thonë, e skenarit të sprovës së kësaj bote. Mos e harroni, Allahu i Madhreshëm ka dashur me kriju njeriu qenie me vullnet lirë. Pra, qysh në start është vullnet i Allahut Madhreshëm që njeriu me qenie me vullnet të lirë. Dhe kur themi njeriu duhet me qenie me vullnet të lirë, automatikisht kjo mund ta prodhojë të keqen. Pse? Sepse para çko sa njeriu, pra, është i krijuar prej Zotit dhe është qenie me vullnet të lirë, në kuadër të vullnetit të Zotit, pra me vullnetin e Zotit Madhreshëm, atëherë për mu realizu ky vullnet i lirë i njeriu duhet me pas mundësi me bo edhe keq edhe mirë. Dhe këtu mund ta gjejmë përgjigjen kur shumë njerëz pyesin, pse Zoti lejon me ndodh keq? Pse Zoti lejon me ndodh kjo? Pse Zoti lejon me ndodh kjo? Dhe këtyre njerëzve zakonisht ju ik që ky procesi i mënyrës se si funksionon ose mënyrës se si e ka kurdis Zoti këtë botë. Pra, sikur Zoti të kish intervenu në çdo të keqe që do të bënte njeriu në këtë botë, i bie që njeriu do të privohej nga vullneti i tij i lirë. Sepse nëse Zoti e ka kriju njeriu në qenie me vullnet të lirë dhe nuk e lën me bo keq, i bie që ky po shkelet ky vullnet i lirë i njeriu. Prandaj Zoti i Madhreshëm ka vullnet kozmik edhe ka dëshirë. Vullneti i tij fillestar është që ne të jemi të lirë dhe kjo pasojë e kësaj ne do të mund të bëjmë keq dhe do të mund të bëjmë mirë, ndonse të dyja do t'i bëjmë me vetdije. Dhe rezultati i kësaj do të ketë ndeshkim, do të ketë shpërblim. Dhe njëkohësisht dëshira e Zotit pastaj nëpërmjet librave të shpallura, nëpërmjet ndërgjegjes, nëpërmjet gjitha mësimeve të tij, është që ne minimalisht të bëjmë keq dhe të shkojmë ka e mira. Por kjo është dëshira e Zotit Madhreshëm, e cila nuk është e imponueshme. Ndërkaq vullneti i tij fillestar është që njeriu të jetë qenie me vullnet të lirë. Prandaj Zoti i Madhreshëm nuk intervenon, domethënë sa herë ta kik që njeriu të bëj keq, sepse kësaj bjen ndesh me vullnetin e tij fillestar, me kriju një qenie sikur njeriu që ka vullnet të lirë. Dhe mund të themi që e keqja ekziston fal këtij vullneti. Pra, fal vullnetit njeriu për të bërë keq dhe për të bërë mirë. Ku po du me dal me këtë trajtesë ose me këtë hyrje? Po du mu fut një temë dhe me diskutu bashkë me juve një diskutim përkitazi me dy funksionet të keqes ose të shejtanit në këtë rast. Përballë neve si fetar ose si njerëz të vetëdijshëm. Dhe
përpjekja në këtë rast e ime që me qenë gjithë ne syqel përballë dy lojave ose dy mekanizmave nëpërmjet cilave keqja funksionon në këtë botë. Mekanizmi i parë është zbukurimi i keqes, ose më mirë me thonë tendenca me justifiku të keqen, me arsyetu të keqen, edhe mekanizmi i dytë është frika. Frika si një mekanizm në këtë rast me kontrollu maksimalisht njerëzit, një farë mekanizmi që dorën zemër është përdorur jo veç pej djallit mallkum, po është ka përdoret sot aso dite, veçanërisht nga sistemet politike, të cilat vazhdimisht i prodhojnë frikë botës dhe nëpërmjet kësaj frike e kontrollojnë sigurisht më lehtë. Domethënë, është jashtëzakonisht e rëndësishme ne si besimtar me besu që shejtani e përfatëson të keqen, ndërkaq Zoti i Madhreshëm me mësimet e tij, me librat e shejt, me profetët, me ndërgjegjen e njeriut, e gjitha me radhë përfaqësojnë të mirën. Allahu i Madhreshëm në Kur'anin Fisnik na i tregon këto dy mekanizma që i përdor djalli, respektivisht e keqja, për ti, se me thonë, habitur njerëzit e mirë. E para vjen në vargun kuranor si vjen. Është momenti kur djalli përjashtohet prej mëshirës së Zotit, shejtani përjashtohet me mëshirës së Allahut Madhreshëm, dhe ai e merr garancionin që do të ketë, se me thonë, afat të jetuarit në këtë botë, dhe aty ai e fillon betejën e tij me njeriu, si përpjekje me deviju nga rruga e Zotit dhe si një farloj hakmarrje ndaj asoj që i ndodhi me rastin kur ai nuk u përkol ndaj Hazreti Ademit. Zoti im, për shkak se me largove nga mëshira e yte, me përjashtove pra, unë do t'i zbukuroj atyre gjitha të këqijat dhe do të bëj përpjekje maksimale në tokë që gjitha ta t'i largoj nga rruga yte. Janë, fjalët e shejtanit ku ai një farforme betohet para Zotit Madhreshëm se ka me punu gjithë jetën me i deviju njerëzit nga rruga e Zotit dhe mekanizmi i tij është leuzejinen në lehum. Qysh është tekstualisht, do të bëj përpjekje atyre t'u zbukuroj të keqen. Dhe këtu ndërlidhet diçka e rëndësishme. Roli i fesë përballë njeriut në përpjekje me largu pej të keqes vjen në dy kontekste ose vjen në dy forma. Forma e parë është mu mundu me bind, me asqaru njeriut edhe racionalisht që keqja është e keqe dhe keqja sjell pasoja, madje keqja nuk është e keqe veç pse është e keqe, po do t'i sjell atij dome. Domethënë, ai interpretimi, le të themi, racional, ku provon me bind njeriu që kjo gjë është e keqe. Dhe është forma e dytë, që dorën zemër nuk është e lehtë dhe është bukur e vështirë, është përpjekja që njeriu me liru prej interesit nga e keqja. Me njeriu me sjell deri në atë stad ku është i gatshëm me sakrifiku interesin e tij për me braktisë të keqen. Sepse problemi kryesor në këtë botë është kur e keqja lidhet me interes. Madje Kurani Fisnik dhe historia islame na tregon që edhe idhujtarët e Mekës madje ishin të lidhur me idhujt jo vetëm pse ju besonin shumë idhujve, por kishin interesa të ngushta me idhujt, sepse gjitha fiset gadishtit arabik e kishin kanizot të qabja dhe me kasit ua garantojnë atyre një hapësirë, ata me vendos Zotin të qabë dhe ai Zot me marrë shejtnin, dhe rrjedhimisht këta shëtit ishin ka do në përgadishun arabik dhe askosh nuk i cënon të domethënë lirinë e tyne, sepse po të cënohi liria diku, domethënë atyre ati fisi domethënë i largohet Zoti prej qabës. Domethënë problematika është kur e keqja ndërlidhet me interesin dhe tani këtu duhet, si më thonë, mundi madh, sepse nuk është më këtu veç çështje racionale. Këtu tash duhet edhe luftë e egos, duhet bindje, duhet besim në Zotin, duhet besim në shpërblimin e Allahut Madhnushëm, nuk mjafton më veç pjesa racionale. Pjesa racionale mjafton me kuptu që kjo është e keqe, por me braktis të keqen, pastaj duhet edhe një forcë e brendshme, morale, një bindje e thellë, një besim i madh edhe në Zotin, edhe në shpërblimin e Zotit e kështu me radhë. Prandaj
shejtani në një anë bën përpjekje me zbukuru të keqen, ndërka që anën tjetër feja ka rolin me dekonstruktu të keqen dhe me ndihmu njeriu që për një moment me mujt interesin dhe me braktis të keqen. Mekanizmi i dytë i të keqes, i djallit, i shejtanit në përpjekje me mashtru njeriu është frika. Mirë po kjo frikë është e degëzuar në dy kohje. Thjesht, mos të harrojmë një element të rëndësishëm. Frika është element që përdoret gjithmonë me i kontrollu njerëzit. Prandaj, do të kemi kujdes kur e shpjegojmë frikën në pikpamjen fetare. Sepse Zoti nuk synon nëpërmjet frikës thjesht me i shtyp njerëzit. Zoti synon nëpërmjet vedijes me i orientu njerëzit, jo nëpërmjet frikës. Ndërkaq, pushtetet diktatoriale sot, frikën e përdorin si mjet me i shujt, me i hesht, edhe se me thonë me i kontrollu maksimalisht popujt. Dhe një tjetën agjendë është edhe shejtani. Mirë po, shejtani përdor dy elemente në këtë aspektin e frikës. Në një anë i frikson njerëzit e mirë, që nëse punoni e gjallënoni e hupni besimin, dhe një farforme një pjesë e njerëzve të mirë bin grasken e shejtanit, dhe një farforme nuk i qasen jetës, me frikën se po t'i qasen jetës, po t'gjallënoj një jetë, ka mundësi e hupin fen. Kjo është një grack e rrezikshme e shejtanit, që në një farforme ka elementet kësaj gracke edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam, prandaj pejgamberi ka intervenuar këtu keq kuptime. Dhe frika tjetër është që i frikson disa njerëz që nëse ata shkojnë te xhamia, janë besimtar, lidhen me Zotin e Madhreshëm, në një farforme e hupin dynjan, e hupin zhvillimin dhe përparimin e jetës. Në tana situatat, tendenca është mos me lanë njeriu me jetu me të dy duart. Mos me leju njeriu me jetu me dy polet. Në një dorë këtë botë, në një dorë botën tjetër ose besimin, Zotin dhe vlerat. Pra, shpesher është ai frika se nëse unë jetoj me qito vlera, nëse unë e vazhdoj me konë besnik, i ndershëm, familjar, një farforme nuk mund të jetoj me dinitet dhe nuk mund të jetoj i pasur në këtë botë. Thjesht është njëra prej atyne frikave që e mbjell shejtani veçanërisht të njerëzit e mirë. Në këtë betejën e të mirës dhe të keqes, që domethënë përfaqësohet e keqja nga djalli dhe e mira nga Zoti i Madhreshëm, në epokën moderne perëndimore ka një dy transformime të mëdha që kanë ndodhur për kitazi me këtë temë. Ju e dini që Nietzsche e pat shpall vdekjen e Zotit. E pat shpall se Zoti nuk ekziston. Çka do të thonë nuk ekziston Zoti? Do të thonë nuk ekziston një autoritet jashtë nesh, absolut hyjnor, një autoritet moral metafizik, pe i cilit burojnë do të thonë vlerat morale dhe orientimet për neve që jetojmë këtë botë. Një farforme njeriu bëhet qendra dhe gjithçka rrjedh prej tij. Dhe ai s'ka nevojë një farforme me marr diçka jashtë botës së tij fizike. Ai nuk ka nevojë me besu në diçka metafizike. Domethënë, gjithçka i referohet botës së tij fizike dhe gjithçka, madje edhe përcaktimi i vërtetës duhet bëhet nga vetvetja e tij. Tani, a është njeriu i aftë me përcaktu të vërtetën? A ka mundësi njeriu thjesht me qenë qas abstrakt dhe me u shkput prej egos tij për me definu të vërtetën? Këto është problemi që ne mund të themi që njeriu, domethënë, e ka vështirë të shkputë dhe në mënyrë abstrakte ta definoj të vërtetën, sepse njeriu për herë të vërtetën ka me pa në kontekstin e tij. Prandaj e vërteta për njeriu gjithmonë relative. Prandaj ne besojmë që vërteta do të më ardhë prej një autoriteti metafizik jashtë kësaj bote, jashtë njeriu dhe jashtë botës fizike. Që kjo është transformimi i parë që ka ndodhur dhe në shekullin 20 në farforme është transformimi i dytë kur thuhet vdekja e djallit, vdekja e shejtanit, kur eliminohet edhe shejtani. Largimi i shejtanit, vdekja e shejtanit në thojza, do më thonë e shkatron konceptin e të keqes. Pra, nuk ka më një kriter që e definon të keqen. Faktikisht,
në momentin që përjashtohet Zoti si burimi të mirës, rrjedhimisht do të mu përjashtohet edhe shejtani. Pse? Sepse në momentin kur ti beson në shejtan dhe beson të keqen që vjen prej shejtanit, automatikisht ti ke nevojë më mbështet në Zotin dhe e mira që vjen prej Zotit. Prandaj, shpallja se ka vdek Zoti, në një farforme e sjell edhe shpalljen tjetër që ka vdek djalli, sepse djalli më është i panevojshëm. Për aq kohë sa, domethënë, nuk besohet që Zoti ekziston. Domethënë, konkluzioni, nuk ka Zot, nuk ka standarde morale për të mirën, nuk ka shejtan, do të thotë nuk ka standarde morale për të keqen. Abdul Wahab Mesiri e ilustron me një shembull praktik. Ai thotë, në principin islam, pejgamberi jon alayhis salam ka thonë, kur vetmohet, në rast se vetmohet, një burr me një grua të huaj, që nuk e ka gjakut dhe nuk ka lidhje martesore me të, pra është grua e huaj, dhe kusht është që ata të vetmohen, jo domethënë në një hapësirë publike, i treti i tyre është shejtani. Në një farforme është pasqyrim figurativ, është metafor, që domethënë shejtani bën përpjekje që ata me i hedhën mëkat, edhe ata me boni amoralitet, marrë parasysh sepse ata nuk kanë lidhje martesore dhe nuk ju lejohet në farforme, atyre me qëndru, domethënë një hapësirë të vetmuar vetëm ata dy. Që kjo është, e dini ju që kjo është si me thonë, njëra prej principeve islame që ne nuk vetmohemi me një gru të huaj në një vend ku faktikisht mund të vijë deri te amoraliteti. Ku është problemi tash? Momentin kur hiqet që ky koncepti moral, hiqet e keqja, hiqet e mira, tash relacioni këtyre dy personave në pikpamjen moderne është relacioni i dy objekteve, i dy mishnave, kushtimisht me thonë, që relacioni tyne është puro biologjik dhe kontakti tyne mund me kanë këtë një proces natural. Nuk kanë kontaktin e tyne diçka morale. Kuptojini, është koncept jashtëzakonisht i rëndësishëm. Kur në principin tonë, nëse ata dy vinë edhe takohen, për neve është amoralitet, për neve të cënohet diçka e moralshme. Ndërkaq, në principin modern, takimi tyre është një proces krejtësisht formal, biologjik, natural, epshor edhe, domethënë, me çka përfundon. S'ka kur farlloj shkelje këtu, s'ka kur farlloj norme këtu, sepse normat janë eliminu qysh më herët. Thjesht është sikur mu taku dy robot edhe me kry një proces, domethënë, natural, një proces biologjik. S'ka kur gjë përtej fizike, është gjithçka kontakt fizik mes dy personave. Faktikisht kjo na sjell te ajo, le të themi, fatkeqësia që këtu mund nuk ka as orientim, as turp, as mekat, as kufej. Sepse edhe orientimi, edhe turpi, edhe mekati, edhe kufejt janë elemente që përcaktohen prej një fuqie metafizike mbi ne. Dhe në momentin që ajo tërhiqet, domethënë tërhiqet koncepti për të keqen. Dhe çka është më e keqja? Më e keqja është që një njeri kur bën keq, ai nuk e llogarit më që po bën keq. Sepse ai nuk ka një kriter me thonë që kjo është e keqe. Sepse edhe njerëz të mirë mund bëjnë keq. Por ku është dallimi mes atij që beson moral dhe atij që s'beson moral? Ai që beson moral, ai edhe mund bëj keq, por është i vetëdijshëm se po bën keq. Dhe hala veprën e tij e cilëson si vepër të keqe, dhe rrjedhimisht këtu ka shpresë që ky një ditë ka me braktisë të keqen, sepse domethënë ndër dijen e tij, në besimin e tij, ai mendon që kjo është e keqe. Ndërkaq, kur eliminohet e keqja si koncept, kur eliminohet djalli, problemi është që ky tash e bën një veprim që ky nuk e sheh veprim të keq. Domethënë, ai e sheh një veprim krejtësisht natyrshëm, këtë rregull dhe s'ka asnjë gjë të keqe. Prandaj, thjesht Abdul Wahab Mesiri e kritikon, domethënë skajshmërisht, konceptin ose pikpamjen moderniste, e cila e shpallë dhe vdekjen e Zotit, por e shpallë dhe vdekjen e djallit dhe rrjedhimisht nënkupton që e shpallë vdekjen e kritereve të mirës dhe e shpallë vdekjen e kritereve të keqes. Dhe faktikisht nuk ka ndonjë mac i cili e determinon çka është mirë dhe çka është keq, përveç interesave dhe aspekteve ligjore.
Dietarët islam në këtë betejën tonë me dy mekanizmat e shejtanit, pra hieshimin e të keqes, zbukurimin e të keqes dhe frikën se me jetu dinitetshëm jetë pa buk ngoj, na kanë sugjeruar që gjithmonë në gjuhët tona me ekzistu e mira, me ekzistu Allahu i kofshim fal, me përmen vazhdimisht madje edhe me gjuhët, me konë gjithmonë në vigjilencë. Ata të cilët e kanë dro, kanë respekt për Zotin dhe kanë kriju barikad me styre dhe të keqes, kur ata i ngacmën i cyt shejtani, ata shpejt kthillen, shpejt e kujtojnë Allahun e madhreshëm dhe kthehen në rrugën e Zotit. Dhe këtu qëndron urtësia, pse është me rëndësi, domethënë për herë me ekzistu koncepti i ekzistimit të Zotit të madhreshëm. Sepse për herë ka me ekzistu koncepti të mirës dhe i asaj që është, domethënë, në përputhje me natyrën e njeriut. Prandaj ne e përdorim gjithmonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj strehim, strehohem te Zoti i madhreshëm prej shejtanit. Faktikisht, kuptimi si bukfal është, domethënë unë gjithmonë me ato që vjen prej Zotit armatosem, mobilizohem dhe me të i dal përballë ose me të e luftoj të keqen që vjen prej djallit. Dietarët islam e kanë një farë shpjegimi që mendoj është i rëndësishëm, pra po tham kontekstin që po flasim, kanë thonë janë 3 momente që njeriu potencialisht mund të provokohet ose mund të ketë cyte nga shejtani. Dhe në këto 3 momente duhet jetë shumë syqel dhe mos të jetë gjah dhe mos të bie në kurthën e djallit. Momente këto që secili prej nesh mund të kaloj, domethënë gjatë jetës tij. E para thotë është shejtani mas shumë të i bën cytje njeriu që ka kohë të zbrast, që s'ka kohë fare angazhimi. Dhe historia e feja na ka tregu që njerëzit që s'bojnë gjë, që kanë kohë të lirë, që domethënë nuk e mushin kohën tyre me asnjë gjë, thjesht janë potencial rreziku për shoqëninë. Praktikisht është mirë me pranu që shoqënitë sot ku njerëzit punojnë dhe janë të angazhuar, ka ma pak amoralitet, ka ma pak punë të liga, ndërka shoqënitë që ka ma shumë të papunë, që ka njerëz që kanë minimalisht angazhime, potencialisht në këtë shoqëni ka ma shumë vepra të këqija, vepra të liga dhe vepra amorale. Momenti i dytë është momentet e zemrimit, momentet e temperamentit, momentet e hidhrimit, kur organizmi vlën, kur gjaku vlën dhe njeriu domethënë ka tendencë me lëviz, me marr veprim, me çu zemrimin e tij në vend. Dhe këtu vjen një porosi shumë me urtë profetike. Nëse je i zemruar dhe je në këmbë ulu, nëse je i ulur shtriu, domethënë kjo porosi profetike është përpjekje me menaxhu maksimalisht zemrimin. Marr parasysh që zemrimi është element përbërës i qenjes tonë dhe nuk mundëm me hjek përfundimisht, por mund ta menaxhojmë. Domethënë nëse ki zemrim të madh, e përmend Zotin e madhreshëm, ulesh ose largohesh prej incidentit, largohesh prej konfliktit, edhe thjesht e nal veten dhe e përmban veten, sepse ajo është moment ku ti thjesht i cytën prej shejtanit mundesh me bo vepra edhe kriminale. Marr parasysh se në ato momente të zemrimit shumë pak funksionon vedia, shumë pak funksionon mendja, kryesisht funksionojnë emocionet edhe ajo, dëshira për hakmarrje. E treta është momentet e arritjeve, momentet e suksesit. Njerëzit që korrin sukses, njerëzit që arrin diçka, është ai momenti kritik, është ai momenti ku potencialisht një njeri mundet me harru Zotin dhe mundet me harru krejt njerëz që i kanë ndihmu me ardhur deri te suksesi. Dhe në atë moment, ai mundet me bëni gabim fatal, i cili është i nxitur dhe i cytur nga djalli, është që krejt suksesin me atribu vetvetes dhe me fryje me rrit vetveten, e me hidh vetja në hoj dhe këtu me fillu shkatrimi i tij dhe shkaktrimi i suksesit të tij. Prandaj dietarët janë kanë shumë turë që e kanë zbulu këtë moment. Njeriu momentet e suksesit, domethënë
duhet me shpreh mas pari falënderim për Zotin që ja ka dhënë kretë të mundësi dhe gjithmonë me shpreh falënderim për krejt njerëzit që i kanë ndihmuar me ardhmë deri te suksesi. Dhe suksesin jo gjithmonë me atribu vetë, po me atribu edhe gjithë atyre që i kanë ndihmuar me ardhmë deri te ajo pikë. Përndryshe është grack, është kurth, ku njeriu fillon me, si më thon, me po veten aq të madh, edhe si më thon me fry ose me rrit veten për te asoj që është, dhe kjo në një farë formë është rënim pastaj i suksesit të ardhshëm, se për një njeri me gjithë këtë ego që beson shejtnin e tij dhe beson se është ku më ditë kushi, është vështirë të arrijë një sukses të madh. Ndërkaq njeriu modest që e pranon realitetin dhe e pranon ndihmën e gjithë të tjerëve, besoj që është një formë shtesë që ai thjesht me i sjellë edhe suksese të tjera në të ardhmen. Këto janë një tre, si më thon, momente që ne si besimtar gjithmonë duhet të jemi syqel. Mos t'i bojmë gabimet në këto momente. Mos të lëmë kohë zbrast. Mos të lëmë, domethënë, hapësirë në jetë që s'ka kufër angazhimi. E dyta, përmbajtje, frenim dhe përpjekje gjithmonë mu të tërhiq prej atij momentit zemrimit. Dhe numër 3 është me qenë mirënjohës. Për herë me qenë mirënjohës, edhe ndaj Zotit, edhe ndaj robit, edhe ndaj gjithë atyre që na kanë ndihmuar. Me këtë e kisha përfundu sot këtë ligjërat. Faleminderit juve gjithëve. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.